Në Shqipëri, guvernatori I Bankës së Shqipërisë tha sot se institucioni që ai drejton do t'i shkojë deri në fund zbardhjes së të vërtetës mbi vjedhjen e kryer nga punonjës së saj, e cila ka pshumën e afro $7 milion. Zoti Ardian Fullani ishte thirrur sot për këtë çështje dhe në Komisionin e Ekonomisë, kryetari I së cilës Erion Braçe kërkoi një hetim sa më të gjerë dhe gjithëpërfshirës nga ana e prokurorisë. Zoti Braçe tha se ngjarja ka cënuar rënd imazhin e vet bankës. Korrespondenti ynë Armand Mero njofton nga Tirana. Në daljen e tij të parë publike pas zbulimit të vjedhjes disa milionëshe në Bankën e Shqipërisë, guvernatori Ardian Fullani ju përmbajt deklaratës së lëshuar mbrëm, ku garantoi se procedurat e kontrollit dhe verifikimit në bankë janë të standardeve ndërkombëtare. Infrastruktura teknologjike garanton monitorimin në kohë dhe të vazhdueshëm të ambienteve. Diçka tjetër e rëndësishme që është përmendur në deklaratën tonë ka qenë që inventarizimet dhe kontrollet periodike janë kryer në vazhdimsi. Megjithatë, mbetet e paqartë se si në kushte të tilla punonjës të bankës, të paktën sipas rrëfimeve që mësohet të kenë bërë në prokurori, kanë mundur të vjedhin periodikisht për disa vjet dhe as teknologjia dhe as kontrollet dhe auditet financiare nuk I identifikuan në kohë. Sipas guvernatorit Fullani, pjesa që ka dështuar ka qenë ajo njerëzore. Guvernatori tha se banka është e vendosur të shkojë deri në fund kësaj ngjarjeje, duke nxjerrë përgjegjësitë përkatëse për gjithë secilin në bashkëpunim të ngushtë me organet përkatëse. Ne mbizojmë, dhe kjo është mjaft e rëndësishme për të thënë sot, se rezervat e paras kesh, ajo që në popull quhet thesari, për analogji të magazinuar në Bankën e Shqipërisë, në ambientet e sigurisë së lartë nuk janë prekur. Për një tolerancë zero ndaj çdo përgjegjësi për ngjarjen foli sot dhe kryetari I Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe në përfundim të një seance me dyert të mbyllura me zotin Fullani. Me këtë ngjarje është cënuar rënd imazhi I Bankës së Shqipërisë, dhe më gjerë se sa imazhi I Bankës së Shqipërisë edhe imazhi I shtetit shqiptar. Dhe natyrisht kemi kërkuar, po e them ashtu siç u tha në mbledhje, tolerancë zero për cilin do që është përfshirë në këtë veprimtari kriminale brenda Bankës së Shqipërisë. Duke nisur nga guvernatori I Bankës së Shqipërisë deri tek zyrtari I fundit përgjegjës në gjithë atë zinxhir të kontrollit dhe inventarizimit të vlerave monetare në Bankën e Shqipërisë. Mbi ngjarjen kanë nisur dhe hetimet e prokurorisë, të cilat duket se deri tani kanë qenë të kufizuara. Pikërisht për këtë zoti Braçe kërkoi një angazhim më të madh në hetim. Kërkoj që prokuroria të përfshijë shumë njerëz në hetim dhe natyrisht hetimi të jetë gjithëpërfshirës. Zoti Braçe tha se do të jetë e nevojshme një reformë plotë të gjithë aspekteve të Bankës së Shqipërisë, përfshirë dhe rekrutimin e personelit, mbikëqyrjen dhe reformimin e gjithë sistemit të kontrollit brenda bankës. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.